Berat Gjimshiti ishte I pakalueshëm mbrëmjen e djeshme me fanellën e Atalantës teksa zhvilloi një paraqitje fenomenale. Kapiteni I kombëtares shqiptare ka folur për mikrofonat e Sky pas fitores 1-0 në shtëpinë ndaj Romës, ndeshje e vlefshme për javën e 18 të Serie A. Sa e nevojshme ishte një fitore ndaj një skuadre të madhe. Shumë, por jo vetëm ndaj një skuadre të madhe, sidomos këtu në shtëpi, më ka ardhur keq për humbje ndaj Interit për shkak të një gabimi timin. Këta tifozë meritojnë të fitore dhe të gjithë kemi luajtur mirë. Sonte u rikthye Gasperini, si e përjetuat? Sigurisht që njihnim shumë njerëz nga stafi në anën tjetër. Përshëndetja para ndeshjes ishte e veçantë, por gjatë ndeshjes mendon vetëm të fitosh. Hym në fushë të vendosur dhe e deshëm këtë fitore. Ka nisur gara për Europën, mendojmë ndeshje pas ndeshje, pastaj më përpara do të shohim dhe renditjen, mendojmë të zhvillojmë ndeshje si Atalanta, si sonte. Kapiteni I kombëtares Berat Gjimshiti u zgjodhi të lojtari më I mirë I sfidës Atalanta-Roma, ndërkohë që u vlerësua minutën 8.9 nga faqja e specializuar e statistikave SofaScore. Mbrojtësi shqiptar regjistroi 29 pasime të sakta nga 33 në total, si dhe fitoi plot 8 duele nga 10 me kundërshtarët. Gjithashtu Gjimshiti spastroi 8 herë zonën, bllokoi 3 gjuetit e kundërshtarëve, ndërpreu 3 aksione si dhe dha një pasim kyç. Të gjitha këto e bën Beratin lojtarin më të mirë të sfidës.